Qyteti I vogël francez duke sikur kishte ngecur në kohë. Ndërtesat e vjetra me gur të ftohtë dhe dritaret e larta të zbukuruara me drunj të grisur, përçonin një bukuri nostalgjike që rrallë ndeshje në qytetet e mëdha të Evropës. Era e detit vinte e freskët nga porti I largët, duke mbushur rrugicat e ngushta me aromën e kripës dhe ujit të lagësht, ndërsa dielli I mëngjesit zbukuroi fasadat e shtëpive me një dritë të artë të butë. Në këtë qytet jetonte një miliarder I njohur në Francë, I cili e kishte ndërtuar pasurinë e tij nga investime në teknologji dhe prona luksoze, por që ruante jetën private me fanatizëm. Ai banoi në një vilë të madhe mbi kodrat që përqafonin qytetin, një vend ku kudo ku shikoje shihje luks dhe rafinim. Sidoqoftë, përtej këtyre mureve të larta, bota e qytetit nuk ishte e gjithë një lloj. Poshtë, në rrugicat e ngushta fëmijë dhe të moshuar kërkonin mbetje ushqimi, duke lundruar mes mbeturinave të tregut të mëngjesit. Një prej tyre ishte një djalë I vogël, rreth 10 vjeç, I cili este çdo mëngjes me hapa të ngadalshëm, me çantën e tij të grisur mbi shpinë, duke u kujdesur të mos e shqetësonte askënd. Sytë e tij ishin të thellë dhe të kujdesshëm, dhe lëkura e tij e njom tregonte një ekzistencë të ashpër, por njëkohësisht të mprehtë dhe të ndihshme. Ai nuk kërkonte më shumë se pak ushqim, një copë bukë apo fruta të pashfrytëzuara, gjëra që shumica I hidhnin pa menduar. Pikërisht ky djalë, I cili për shumë njerëz do të dukej vetëm një fëmijë I uritur në rrugicat e qytetit, do të ishte shkak për një nga momentet më të jashtëzakonshme që kishte përjetuar miliarderi. Sepse ai mbante një sekret të vogël, por që mbante brenda tij një fuqi të pazakontë, një njohuri që mund të ndryshonte jetën e njerëzve që nuk e prisnin kurrë. Ditët e tij kalonin në heshtje, duke lëvizur pa zhurmë nga tregut e rrugicat e ngushta të qytetit. Ai vëzhgonte njerëzit, por më shpesh hite një sy mbi mbetjet që linin pas klientët e kafeneve dhe restoranteve luksoze. Secila lëvizje ishte e kujdesshme, ai dinte të dallonte ushqimin e përdorshëm nga ai që ishte prishur dhe ndonse pak, çdo gjë e shfrytëzueshme për të ishte një fitore e vogël mbi skamjen. Por asnjëherë nuk kishte menduar se një ditë, një takim I rastësishëm me miliarderin do të ndryshonte gjithçka. Ai nuk e kuptoi menjëherë, por ai çast do të vinte si një stuhi e heshtur, duke përplasur dy botë krejt të ndryshme, botën e fëmijës që jetonte në varfëri dhe botën e pasurisë ekstreme, të izoluar dhe të kontrolluar me kujdes. Ditët vazhdonin të ngjasonin me një ritëm të përhershëm, një cikël ku varfëria dhe luksit rrallë përplaseshin. Por një mëngjes të ftohtë dimri, diçka ndryshoi. Shielli mbi qytet ishte gri, e megjithatë një dritë e hollë e diellit shpërndante një shenjë të dobët ngrohtë si e mbi rrugicat e mbushura me guralec të lagur. Ai djali I vogël, I njohur tashmë nga tregtarët si fëmia I mbetjeve, este më ngadalë se zakonisht. Çanta e tij e grisur ishte pothuajse bosh, dhe ai kërkonte me kujdes çdo copë bukë të lënë pas. Ishte në një rrugicë të pasme që ngjitej drejt kodrës ku ndodhej vila e miliarderit. Ai nuk kishte menduar kurrë se ndonjëherë do të afrohej kaq pranë një vendi kaq të mbushur me pasuri. Por ajo ditë kishte diçka të veçantë. Papritmas, një derë anësore e vilës u hap, dhe një punonjës I pastër dhe I rregullt doli me koshin e mbeturinave të mëngjesit, duke e lënë jashtë një pjesë të ushqimit që nuk ishte përdorur. Fëmia u ndal dhe vëzhgoi me kujdes. Çdo lëvizje e tij ishte e matshme, si një ritual I mpret që ishte ndërtuar me vite për të ruajtur sigurinë dhe shpresën e tij. Ai mori ato copza të vogla me dorë të kujdesshme, duke ndjerë një kënaqësi të thjeshtë që nuk mund të përshkruhej me fjalë, diçka që do t'i ushqente trupin dhe shpirtin për një ditë tjetër të vështirë. Por atë çast, diçka e papritur ndodhi. Një zhurmë e lehtë mbi tokë bëri që ai të ngrinte kokën. Përpara tij qëndronte një figurë gjatë dhe e rregullt, e veshur me kostum të zi, me sy që shndritnin me një përzierje të habitshme kurioziteti dhe shqetësimi. Ishte miliarderi vet, njeriu që jetonte mbi qytetin, I njohur për rigorozitetin dhe kontrollin e tij të jashtëzakonshëm. Ai nuk tha asgjë, vetëm shikoi fëmijën dhe ushqimin në dorën e tij. Fëmia ngriti pak supet, I shqetësuar, por nuk u tremb. Diçka brenda tij, diçka më e thellë se frika, e shtiu të mos largohesh. Ai ndjeu se ky moment nuk ishte thjesht një rastësi. Kishte diçka më të madhe, diçka që ai nuk mund ta kuptonte menjëherë. Miliarderi, I cili kishte parë çdo gjë në jetë, nga marrëveshjet të ndërlikuara financiare te marrëveshjet të fshehta politike, ndjeu diçka të çuditshme. Ishte një ndjenjë që nuk e kishte përjetuar kurrë, një lloj respekti dhe kurioziteti për një fëmijë që jetonte vetëm me mbeturina. Ai e kuptoi se ky fëmijë mbante brenda tij një sekret. Por çfarë mund të dinte një fëmijë I varfër, I cili jetonte në skamje, që një miliarder I madh dhe I fuqishëm nuk e dinte? Pas një paralajmërim, fëmia hapi çantën e tij të grisur dhe hodhi pak të ushqyer në tokë, jo shumë, vetëm pak, dhe e tregoi me një lëvizje të thjeshtë.
Në atë moment, miliarderi ndjeu një shok që i dridhi krahët dhe e bëri të kuptonte se ai ishte dëshmitari diçkaje që nuk mund ta kishte imagjinuar kur, një mister që qëndronte në heshtje mes bukës së hedhur dhe shikimit të pastër të një fëmie. Ai nuk foli, vetëm e vëzhgoi, ndërsa fëmia u kthye ngadalë dhe u zhduk midis rrugicave të ngushta, duke lënë pas një qytet që nuk e dinte se po shihte një moment të pazakontë, një çast ku dy botë të ndryshme u takuan për një arsye të panjohur. Dhe kjo ishte vetëm fillimi. Sepse në atë ditë, miliarderi do të dëgjonte diçka që do ta trondiste në një mënyrë që nuk kishte menduar kurrë se mund të ndodhte. Një sekret që do të sfidonte të gjitha idetë e tij për pasurinë, fuqinë dhe atë që njeriu mund të kuptojë për botën. Ditët që pasuan ishin të çuditshme për miliarderin. Ai vazhdonte jetën e tij luksoze, mes dokumenteve dhe takimeve të rëndësishme, por mendja e tij shpesh largohej, duke u kthyer tek ajo pamje që kishte parë atë mëngjes. Pamja e fëmijës me çantën e grisur, që mbledhte mbeturina me një kujdes dhe dinjitet të papërshkrueshëm, nuk e linte të qetë. Nuk ishte thjesht fakti se një fëmijë jetonte në skamje, por diçka më thellë, mënyra se si ai ruante diçka brenda tij, një qetësi dhe vetëdije që nuk i përkiste moshës së tij. Ai nuk e dinte ende se cili ishte sekreti, por një ndjenje forte ferriste të kuptonte. Një pjesë e tij, pjesa më e fshehtë që rrallë pranonte, ndjeje tronditur. Ai, njeriu që kishte kontroll mbi çdo aspekt të jetës së tij, që kishte pasuri që mund të blinte ishi dhe qytete të tëra, ishte për herë të parë ballë për ballë me një enigmë që nuk mund ta blinte, nuk mund ta manipulonte dhe as ta planifikonte. Fëmia jetonte vetëm. Askush nuk dinte nga vinte, askush nuk e pyeste dhe as nuk e shihte. Shumë njerëz në qytet e kishin vënë re, por e kishin injoruar. Ata mendonin se ishte thjesht një fëmijë ndatsak që kishte nevojë për ushqim dhe pak kujdes. Por ai nuk kërkonte shumë, kërkonte vetëm atë që i takonte për të mbijetuar. Ai ruante gjithçka me një disiplinë të habitshme, diçka që e bënte të dukej më i vjetër se mosha e tij. Disa ditë pas takimit të parë, miliarderi nuk mund të hiqte nga mendja pamjen e fëmijës. Çdo detaj, çdo gjest i vogël që ai kishte parë, ishte ngulitur në kujtesën e tij me një forcë që e trondiste. Nuk ishte thjesht kuriozitet, ishte një lloj shqetësimi i thellë, diçka që nuk kishte ndjer kurrë për asnjë marrëveshje të madhe, as për asnjë projekt investimi. Ai filloi të shikonte qytetin nga një kënd tjetër, nga kodra ku ndodhej vila e tij, dhe vëzhgonte rrugicet e ngushta si një njeri që kërkon të kuptojë më shumë. Një ndjesje e çuditshme mbushte, ishte një përzierje e respektit, frikës së hollë dhe një lloj pritjeje. Çdo ditë, ai shikonte fëmijën në distancë, duke ndjerë se çdo gjest i tij kishte rëndësi. Miliarderi vendosi të ndërmarrë një hap më të guximshëm. Ai deshi të afrohej tek fëmia në mënyrë të drejtpërdrejtë, por pa e frikësuar. Në mëngjesin e freskët të një dite me diell të zbehur, ai u ul pranë tregut ku fëmia shpesh ndalte. Nuk tha asgjë, vetëm u ul duke e parë. Fëmia e vëzhgoi për një çast, por nuk u tremb. Kishte diçka në sytë të tij, një lloj durimi dhe qartësie që i shtynte njerëzit të besonin tek ai, edhe kur bota e tyre ishte e ndërtuar mbi frikë dhe pasuri. Atëherë ndodhi diçka që miliarderi nuk e kishte pritur. Fëmia, me një lëvizje të qetë, nxori nga çanta një copë të vogël letrash të vjetra dhe disa pjesë të ushqimit që kishte mbledhur. Ai i ofroi atij diçka më shumë se ushqim, një mesazh të fshehtë. Nuk ishte shkruar me fjalë të zakonshme, por me një lloj kodi që vetëm ai mund ta kuptonte. Kur miliarderi e pa këtë, ai u trondit. Nuk ishte thjesht një mesazh fjalësh, ishte një dhuratë e përbërë nga kujdes, mendje dhe diçka që nuk mund të matet, njohuria për botën në një mënyrë që ai nuk e kishte hasur kurrë. Ai e kuptoi menjëherë se fëmia kishte diçka që mund të ndryshonte mënyrën si ai e shihte jetën. Ky ishte sekreti, mënyra se si fëmia arrinte të shihte dhe të kuptonte gjërat që të rriturit shpesh i injorojnë. Ai kuptonte strukturën e botës, lidhjet e fshehta mes njerëzve dhe rëndësinë e çdo copse të vogël që shumica e shikonte si të parëndësishme. Ai kuptonte fuqinë e mbeturinave, jo thjesht si ushqim, por si një pasqyrë e asaj që njerëzit nuk vlerësojnë, respekti, durimi dhe kujdesi për jetën e të tjerëve. Miliarderi u ndjej i trembur dhe i mahnitur në të njëjtën kohë. Ai e kuptoi që një fëmijë që jetonte nga mbetjet e ushqimit, kishte një fuqi të madhe brenda vetes. Një fuqi që mund të shokonte një botë të tërë, një fuqi që ai nuk mund ta blinte me para, nuk mund ta manipulonte me ndikim dhe as ta kuptonte me logjik. Për herë të parë në jetën e tij, ai ndjeu se kishte të bënte me diçka që nuk ishte nën kontrollin e tij. Dhe kjo ishte e frikshme, por edhe e bukur. Ishte një mundësi për të mësuar, për të kuptuar botën nga një kënd i ri, për të zbuluar se edhe ajo që duket e parëndësishme mund të mbajë fshehtë siç ndryshojnë gjithçka. Në atë moment, miliarderi vendosi diçka të guximshme, ai do të i besonte fëmijës. Ai do të ndiqte instinktin dhe do të hidhte hapin e parë drejt një marrëdhënie të pazakontë.
Dhe fëmia, duke ndjerë këtë besim, do të tregonte sekretin që kishte mbajtur gjatë gjithë jetës së tij të shkurtër, një sekret që nuk ishte thjesht një njohuri e thjeshtë, por një fuqi që mund të ndryshonte gjithçka. Ky ishte fillimi i një rrugtimi të ri, një rrugtimi që nuk kishte të bënte me para, lukse apo pushtet. Ishte një rrugtim që kishte të bënte me kuptimin e jetës, me rëndësinë e vogëlisë dhe me atë që njeriu shpesh harron, se gjithçka ka vlerë, edhe kur duket e parëndësishme. Dita kur fëmia do të zbulonte sekretin e tij ishte e ftohtë, me rreth që lëviznin ngadalë mbi qytetin e vogël francez, duke e mbuluar me një dritë gri të zbehet. Miliarderi, i vendosur që të mos ndërhyjë dhe të lejojë që gjithçka të vijë natyrshëm, u ul pranë një tavoline të vogël në një rrugis të qetë ku fëmia shpesh ndalte. Ai nuk foli, vetëm shikoi dhe priti. Fëmia nxori nga çanta e tij një objekt të çuditshëm, një kuti e vogël prej druri, e vjetër dhe e konsumuar nga koha. Brenda saj nuk ishte asgjë të dukshme, vetëm disa copsa të vogla të ushqimit dhe letra të grisura me simbole dhe shenja që dukeshin të çrregullta për një të rritur të zakonshëm. Por ajo kuti ishte më shumë se një objekt, ishte një lloj çelësi për diçka të pazakontë. Ai tregoi me një lëvizje të kujdesshme atë që kishte mbajtur të fshehur. Nuk ishte vetëm ushqimi, ishte mënyra se si ai ruante çdo gjë, mënyra se si dallonte rëndësinë e çdo copëze që të tjerët e hidhnin si të parëndësishme. Ai kishte krijuar një sistem të vogël, të ndërtuar nga vëzhgimi për të kuptuar botën, secili mbeturinë, secila copë e ushqimit, çdo gjë që dukej e pavlerë, mbante informacion mbi njerëzit që e kishin lënë pas. Miliarderi ndjeu një dridhje që i kaloi shpinën. Ai e kuptoi menjëherë. Fëmia mund të kuptonte njerëzit më mirë se ai, një njeri që kishte investuar gjithë jetën në parashikime, analiza dhe kontroll. Secili mbeturinë ishte një tregues i gjendjes, i qëllimeve dhe i zakoneve të njerëzve. Fëmia nuk po ruante vetëm ushqim, ai po ruante njohuri. Njohuri që mund të shndërrohej në një fuqi të jashtëzakonshme. Miliarderi, i cili kishte parë dhe kontrolluar gjithçka në jetën e tij, u shokua. Ai kuptoi se ky fëmijë kishte diçka që asnjë sasi parash, ndikimi apo pushteti nuk mund ta siguronte, aftësinë për të interpretuar botën nga gjërat më të vogla, të parëndësishme dhe të harruara. Ai mund të lexonte njerëzit, sjelljen dhe motivet e tyre nga detajet që të tjerët i konsideronin të pavlerë. Sekreti ishte diçka më e thellë edhe se sa kjo. Fëmia kishte krijuar një lloj sistemi të brendshëm, një kombinim të kujdesit, vëzhgimit dhe intuitës, që jepte atij një aftësi të jashtëzakonshme për të parashikuar veprime dhe për të kuptuar realitetin. Çdo copë ushqimi që ai ruante, çdo shenjë vogël që shikonte, ishte pjesë e një mozaiku që tregonte më shumë se sa askush mund ta imagjinonte. Miliarderi u ndjej i pafuqishëm dhe njëkohësisht i magjepsur. Ai, njeriu që kishte kontroll mbi pasuritë e pafundme, tani kuptoi se fuqia më e madhe nuk vinte nga pasuria, por nga një formë e veçantë e njohurisë, e aftësisë për të parë atë që të tjerët nuk e shihnin. Dhe fëmia, në heshtje, ishte mësuesi i tij i ri. Në atë çast, miliarderi vendosi një gjë që do të ndryshonte gjithçka, ai do të mbështeste fëmijën, jo me para, por duke e lejuar atë të përdorte sekretin e tij në mënyrë që të ndihmonte të tjerët dhe të tregonte se diçka e vogël të parëndësishme mund të bëhej e madhe dhe e fuqishme. Ky ishte fillimi i një rrugtimi të çuditshëm, dy botë që u lidhen përmes një sekreti të heshtur. Një fëmijë që dinte më shumë se sa duket dhe një miliarderi që për herë të parë kuptoi se pasuria nuk kishte të bënte vetëm me para, por me aftësinë për të parë dhe kuptuar atë që shumica injoronte. Ai kuptoi gjithashtu se ky sekret mund të ndryshonte jo vetëm jetën e tij, por edhe botën rreth tij, duke treguar se fuqia dhe njohuria shpesh nuk janë në duart e atyre që duket se kontrollojnë gjithçka, por tek ata që shohin atë që të tjerët nuk shohin. Pas zbulimit të sekretit, miliarderi filloi të perceptonte gjithçka ndryshe. Ai shikonte qytetin, ndërtesat e gurta dhe rrugicat e ngushta, jo më si zona të largta të pasurisë dhe varfërisë, por si një mozaik gjërash që flisnin për jetën e njerëzve. Çdo objekt, çdo mbeturinë, çdo shenjë e vogël kishte kuptim. Dhe çdo gest i vogël i fëmijës i tregonte atij më shumë se sa çdo analizë financiare apo takimi i përgatitur me ekspert të njohur. Fëmia, nga ana e tij, nuk kishte ndryshuar. Ai vazhdonte të mbledhte mbeturina dhe të ruante copsat e vogla të ushqimit, por tani, secili veprim kishte një tjetër dimension. Ai dinte se dikush i fuqishëm, një njeri i cili kontrollonte shumë, po e shikonte dhe po kuptonte atë që ai ruante dhe matësonte çdo ditë, një lloj njohurie që nuk mund të blihej me para, që nuk mund të imponohej me pushtet dhe që nuk mund të manipuloheshin me frikë. Miliarderi filloi të ndërvepronte me qytetin nga një perspektivë e re. Ai filloi të investonte jo vetëm për pasuri, por për kuptimin e vërtetë të komunitetit. Ai ndihmoi njerëzit e varfër, por jo në mënyrë të zakonshme. Ai filloi të kuptojë se çdo gjest i vogël, çdo mundësi që u jepet njerëzve për të zhvilluar aftësitë e tyre, mund të sillte ndryshime më të mëdha se sa një donacion i madh që harrohej shpejt.
Fëmia u bënju dhe rrëfyes i heshtur. Ai tregonte me veprimet e tij se fuqia nuk shndron në gjërat e mëdha, por në mënyrën se si njerëzit përdorin gjërat e vogla për të kuptuar jetën dhe për të ndryshuar atë. Në këtë mënyrë, qyteti filloi të ndryshojë në heshtje. Njerëzit filluan të kuptonin më shumë për njëri tjetrin, filluan të ndihmonin, të vlerësonin dhe të shihnin më thellë se çfarë qëndronte pas çdo gjesti të vogël. Miliarderi, i shokuar dhe i mahnitur, filloi të përdorë sekretin e fëmijës në mënyra të papritura. Ai ndërtoi programe që ndihmonin fëmijët të mësonin të shihnin botën si ai i vogël, jo si një qytet i kontrolluar nga pasuria dhe pushteti. Ai e kuptoi se një njohuri e tillë ishte më e fuqishme se çdo pasuri materiale. Ajo krijonte mundësi të reja, ndryshonte perceptime dhe ndërtonte lidhje njerëzore që nuk mund të thyheshin nga paraja apo pushteti. Fëmia nuk e kuptonte plotësisht fuqinë e sekretit të tij, por ndjehej i qetë dhe i sigurt. Ai shihte ndryshimin që po sillte dhe ndjehej pjesë e një rrugtimi më të madh se vetja. Ai mësoi se edhe gjërat më të vogla, të shpërfillura nga të tjerët, mund të kenë ndikim të madh në jetën e njerëzve dhe në mënyrën se si ata e kuptojnë botën. Qyteti në heshtje filloi të ndryshojë. Një ndjenje e re solidariteti dhe vëmendje për të tjerët përhapin ngadalë, jo përmes ligjeve apo rregullave, por përmes veprimeve të vogla që më parë nuk kishin kuptim. Njerëzit filluan të shihnin më shumë nga njëri tjetri dhe mënyra se si jetonin filloi të transformohej. Sekreti i fëmijës ishte më shumë se një njohuri e fshehur, ishte një mësim për jetën. Ai tregonte se fuqia nuk është gjithmonë ajo që duket në sipërfaqe, se njohuria nuk është gjithmonë ajo që matet me para apo pushtet, dhe se ndryshimi më i madh shpesh lind nga veprimet më të vogla dhe më të heshtura. Në këtë mënyrë, dy botë, ajo e luksit dhe pasurisë dhe ajo e thjeshtësisë dhe mbijetesës, u bashkuan përmes një sekreti të heshtur. Një fëmijë, një miliardër dhe një qytet i tërë, që të gjithë po mësonin të shikonin më thellë se çfarë shndron pas çdo gjesti dhe çdo gjëje të vogël që shpesh neglizhohej. Ditët dhe javët kalonin, por ndjenja e ndryshimit që kishte filluar të ndodhte nuk ndalej. Miliarderi nuk ishte më njeriu i të kaluarës, ai nuk e shikonte më botën nga një kënd i izoluar i pasurisë. Secila ditë ishte një mundësi për të kuptuar më shumë, për të mësuar nga ajo që fëmia i vogël i kishte treguar pa fjalë, me heshtjen dhe veprimet e tij. Qyteti filloi të ndryshojë në mënyra që asnjë studiues, asnjë politikëbërës apo planifikues urban nuk mund t'i kishte parashikuar. Një ndjenjë solidariteti u përhap ngadalë, njerëzit filluan të ndihmonin njëri tjetrin jo për imazhin e publikut, por sepse kuptuan rëndësinë e gjërave të vogla, secili gest që më parë dukej i parëndësishëm. Një kafe që ofronte mbetje ushqimi për ata që kishin nevojë, një dyqan që dhuronte artikuj të harruar, një qytetar që ndihmonte fëmijët e rrugës, të gjitha këto filluan të ishin pjesë e një mozaiku të madh, i kuptuar vetëm nga ata që kishin sy të shohin. Fëmia nuk ndryshoi. Ai vazhdoi të mbledh mbeturina, por tani veprimet e tij kishin kuptim të madh për një njeri të madh, miliarderin që po mësonte të shihte botën ndryshe. Çdo gjest i thjesht, çdo cop ushqimi që shpëtonte nga hedhja, ishte një pjesë e një sistemi që kishte fuqinë të shndërronte njerëz dhe jetët e tyre. Një ditë, miliarderi vendosi të shfaqë besimin e tij në mënyrë të drejtpërdrejtë. Ai hapi një program të vogël për të mbështetur fëmijët e varfër, duke u dhënë atyre mundësinë të mësonin të shihnin botën ashtu si fëmia i vogël. Por më shumë se kaq, ai donte që secili të kuptonte fuqinë e heshtjes dhe vëmendjes ndaj detajeve të vogla. Ai donte të tregonte se sekreti i fëmijës nuk ishte thjesht për të mbijetuar, por një mësim për të gjithë, mënyra se si shikojmë botën dhe njerëzit mund të ndryshojë gjithçka. Dhe ndikimi filloi të ndjehej menjëherë. Njerëzit filluan të përfitonin nga vëzhgimi i heshtur, duke kuptuar njëri tjetrin më mirë, duke treguar më shumë respekt dhe më shumë kujdes. Madje, njerëzit që ishin të pasur dhe të fuqishëm filluan të kuptonin se fuqia e tyre nuk shndronte vetëm në pasuri, por në aftësinë për të shikuar dhe për të kuptuar atë që të tjerët shpesh injorojnë. Miliarderi vetë ndryshoi përfundimisht. Ai kuptoi se ai nuk ishte më një njeri që kontrollonte gjithçka, por një njeri që mësonte nga një fëmijë i vogël. Ai mësoi se njohuria dhe perceptimi janë fuqia më e madhe dhe se gjërat më të vogla shpesh kanë ndikimin më të madh. Ai filloi të veprojë me një ndjeshmëri dhe kujdes që nuk e kishte provuar kurrë, duke u bërë një udhërfyes për komunitetin dhe një shembull për qytetin. Fëmia, nga ana e tij, mbeti modest. Ai nuk e dinte se sa fuqishëm kishte ndryshuar një njeri dhe një qytet të tërë. Ai e kuptonte vetëm se veprimet e vogla kanë rëndësi dhe se çdo gjest i thjesht mund të mbajë brenda vetes një sekret që ndryshon botën. Në fund, sekreti i heshtur nuk ishte më vetëm i fëmijës. Ai ishte i të gjithë atyre që kishin mësuar të shikonin, të kuptonin dhe të vepronin. Ishte një sekret që tregonte se bota nuk ndryshon vetëm me para apo pushtet, por me vëmendje, kujdes dhe aftësinë për të kuptuar atë që shumica nuk e shohin.
Qyteti, miliarderi dhe fëmia, 3 pjesë të një rrëfimi që përfundimisht treguan se ndryshimi fillon nga gjërat më të vogla, nga heshtja dhe nga aftësia për të vlerësuar atë që shpesh neglizhohet. Dhe kështu, një fëmijë që mbledh mbeturina dhe 1 miliarder i tronditur nga një sekret i vogël, ndryshuan botën në heshtje, duke lënë një mësim të përjetshëm, që fuqia e vërtet nuk matet me para, por me aftësinë për të kuptuar dhe vlerësuar jetën në çdo gjestë të vogël.